Nuk është e vërtet që ky kuvend ka qenë kështu gjithmonë. Ky kuvend ka pas burra shteti, i ka pas dhe në këtë anë. Nga cilat duhet marrësh ti shembull, Niko, ka pasi kryetar kuvendi këtu që ka dhënë dorëheqjen pa ja kërku kërkush, vetëm se një ligj, një procedurë që kaloi këtu në vitin 2002 u quhet antikushtetuese nga gjykata kushtetuese. Emri i tij është Namik Dokli dhe i përket kësaj ane të parlamentit. Do kisha dashur shumë që të kishte qenë kjo përgjegjësimë këtej. Në atë sallë më dhem kur e them se është antagonist politikisht Namik Dokli, mu do të jetë gjithmonë. Përgjegjësinë shtetare mbi këtë rregullore dhe mbi këtë kushtetuese ka treguar i burr me dorëheqje. Ata janë shembuj që duhet ju frymëzojnë dhe jo somësot që ju vinë. Këshill e imja. Kini parasysh dhe një gjë. Absolutisht kjo sallë me të vërtetë që nuk mund të edukojë asnjë prej jush. Nëse prisin të edukoni në këtë sallë keni marrë fund. Është antiedukative dhe për cilin do që na ndjek. Duke nisur nga një fakt përveç të tjerave. Të gjesh këtu përballë një njerëz të Zotit që flet për Zotin dhe të tunin krah me Edi Ramën, me partinë që ka shkatruar kishat dhe xhamiat, këtu çdo besimtar është në atë momentin e tij të dyshimit. O Zot, a je kundër more që e lën këtë sallë këtu? Faleminderit.